Shqipëria është renditur e 80-a në indeksin botëror të lirisë së shtypit 2025 të publikuar nga organizata Reporterët pa kufi, duke shënuar një përmirësim prej 19 vendesh krahasuar me një vit më parë, kur renditej e 99 nga 180 vende. Pavarësisht faktit se kushtetuta dhe angazhime ndërkombëtare garantojnë lirinë e shprehjes, raporti nxjerr në pamangësitë në mbrojtjen e burimeve konfidenciale të gazetarëve dhe thekson rrezikun e lartë për ata që hetojnë krimin dhe korrupsionin. Gazetarët që raportojnë për protesta ose operacione policore shpesh përballen me dhunë nga autoritetet, thuhet në raport, duke shtuar se krimi organizuar përbën një nga kërcënimet më serioze për sigurinë e gazetarëve në vend. Në të kundërt, Kosova ka shënuar një rënje të ndjeshme në indeks, duke rënë në vendin e 99 poshtë Shqipërisë, nga vendi 75 të vitin e kaluar. Kjo është rënja më e madhe për këtë vend në 15 vitet e fundit. Përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2025, disa media private u shënjestruan nga një bojkot nga qeveria, i cili kërcënoi gjithashtu pavarësinë e transmetuesit publik RTK. Mediat në gjuhën serbe, të cilat janë nën presion nga forcat politike serbe, janë ankuar për diskriminimin në aksesi në informacionin publik, veçanërisht në gjuhën e tyre, e cila është ajo e pakicës kushtetuese. Nga vendet e tjera të Ballkanit, Malizi renditet më së miri në vendin e 37, më pas vjen Maqedonia e Veriut në vendin e 42, Bosnia Hercegovina e 86 dhe Serbia e 96.